E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar ngjarjet që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Si duket, komentet që bëhen në raport me marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës ndikojnë jashtëzakonisht shumë te Brikena për t'u larguar nga Mateo. Tani, Mateo e mendon që Brikena, do me thënë në mendjen e tij, është duke luajtur keq me Rogertin, se pasi që Mateo Rogertin e ka, do me thënë kundërshtarin më të fortë në lojë, do me thënë debatet më të forta, inatet më të forta, ofendimet më të forta, ato të dy kanë bërë kundërdrejt njëri tjetrit. Mateo nuk dëshiron që Brikena të ndanë kohën, të qëndron apo qoftë edhe të bën një bisedë me Rogertin apo me Mirin që Mateo i quan si kundërshtar. Tani, në një marrëdhënie, në një lidhje dashurie, është më se okej dhe është më se normale që, do me thënë, e dashura t'ja mban të dashurin të hidhërimin. Por, që do me thënë gjykohet Brikena për afrimitetin e saj. Brikena gjykohet jashtëzakonisht shumë për afrimitetin dhe mendoj që bën gabim që nuk i jep një përfundim kësaj gjës me Mateon. Se çfarë ajo dëshiron të bën, apo realisht ku ajo dëshiron që ta çon këtë marrëdhënie, do të thënë deri ku shkon kjo marrëdhënie. Brikena i mban gjërat shumë në ajër, kërkon vëmendjen e Mateos, Mateo është gjatë kohës duke u marrë me të, por ajo që mua më pëlqen te Brikena është se brenda lojës, ajo jo që s'ka respekt për Mateon, do me thënë ashtu që siç komentohet që Brikena nuk e respekton Mateon, Brikena nuk e don Mateon, Brikena e përdor Mateon. Jo, nuk do të thot ajo. Përkundrazi, nëse Brikena e përdorte Mateon, do ta përdorte në faktin që, do me thënë, të mundoshte që ta futë në për debate, ta përfshi në për debate, ajo të mos ketë asnjë lloj problemi me banorët, ajo të mban atë statusin e vajzës më të mirë etj. Por jo, Brikena ka përzgjedhur që pikërisht Mateo të mos të përfshihet në debatet e Brikenës, por ajo do me thënë të qëndroj dhe me Rogertin dhe të debatoj me Rogertin, të qëndroj dhe me Mirin dhe të debatoj dhe me Mirin, por në anën tjetër ajo do me thënë respektin ndaj Mateos e ka jashtëzakonisht shumë të madh, edhe pse do me thënë nuk toleron që Mateo ta përkëdhel, ta puth, ta përqafon. Unë mendoj që Brikena është duke mbajtur standarde me të gjithë. Pa marrë parasysh që Arbëri tha që ti mund t'i duash të gjithë, po vetëm Mateo nuk e do, unë nuk e shoh kështu këtë konceptin. Do me thënë e shoh më së shumti që Brikena do t'jetë edhe lojtare më e fortë, por do t'jetë edhe, do me thënë, një vajzë e cila dëshiron që avash të finalizon gjën me Mateon. A është shumë vonë për ta finalizuar gjën? Me patjetër që është shumë vonë, sepse koha kalon, gjërat duhet të definohen më, nuk qëndrojnë gjërat në këtë formë, por siç duket Brikena ka përzgjedhur këtë statusin për të qëndruar brenda lojës. Si e komentoni ju këtë ngjarje?